Arbitrat favorizojnë ekipet të mëdha. Kladi thot? Shiko, arbitrat, ekipet e mëdha kanë më shumë pjesëmarrje në zonë se ekipet pak më të dobta. Kështu që Bëhet fjalë ndeshje që vuan. normalisht, jo, nuk favorizohet. Thjesht mendoj që njësoj është, nuk ka problem, sepse janë rregulla strikte edhe të protokollit të varit. Ja këto që përbëm nësa stadiumi apo lojtarët e mëdhenj apo nuk ndikon. Lojtarët e mëdhenj është tjetër gjë. Po e lem të pyetja tjetër. Vendimarrja është tjetër gjë. Vari po vret emocionet e futbollit. Po i vret, por ka dhe një ta pranojmë. Ka dhe një gjë tjetër që ka shpëtuar shumë episode. Ka shpëtuar shumë ndeshje. Ose po bën qimentra. Po te pjesa e pozicionit jashtë loje po. Dhe jo vetëm, se shet kontakte minimale në zonë që i shohim me lupë që okej me që preku e kupton. Të unë jam çike aty futbollit më agresiv, po le për plasën. Po patjetër. Ta shohim prekjet dhe kartoni kuq kot kështu. Ai emocioni ti bën gol, do presim tani. 3 minuta. Pastaj do gëzojmë prapë. Kështu që bravo, bë gol të prita shohim mirë se mos na heq. E ta heq për i fau me sfusha ne kot pa lidhje fare. Ti s'ke pa fare. Të kapësh pulsin e arbitrit aty pastaj. Po, domethënë që kam gabuar apo jo. Është merr, ha? Po është adrenalinë e veçantë, po është negative, nuk është po. Pastaj kur merr vendim pozitiv, aty pastaj fiton dy fishin e besimit, edhe te publiku, edhe te ekipet e të gjithë me radhë. Lojtarët e mëdhenj marrin më shumë respekt nga arbitrat. Po patjetër. Unë jam po e vërtet është. Mendoj unë, Unë të paktën kam pas Ti kontate? Unë kam pas shumë respekt për lojtarët e tani thu kam pasur pse çfarë nuk kupton tani se prit se kjo të nis nga që një tolerimi vogël. Të nis nga një Aleksi deri te të nuk po t'jap kuqin. Tani ku je ti këtë? Ja, ta them unë. Ta them unë se këtë kam histori reale. Në një ndeshje të caktuar, ishin dy lojtarë që u goditën me grusht, të vjetër, të dy. Pra me eksperiencë. Tu në Shqipërinë të ndashur. Ore ta them se s'ka ndonjë problem. Arbitri ndonjëherë duhet të mbajë ndonjë gjë për vete për të shpëtuar ndeshjen. Unë të paktën këtë kam nga eksperienca. Teuta Partizani. Ajo njëri që të çfarë? Hila godet me grusht Osmanin, Osmani godet me grusht Hilën. Të fshehur gjithmonë, jo ato të sportit, gjërat e sportit. Bukur. I pash të dy, tash stadiumi plot. Ndeshje mezi pritej nga media. Hajde nxirri këta 2 metë kuq, edhe vazhdoi loja pastaj. E vret ndeshjen thua. Po e vret ndeshjen, po ndonjëherë arbitri duhet të mbajë një gabim për vete për të shpëtuar ndeshjen. Por ti përdore ligjin e kompensimit me dhe që goditën njëri tjetrin dhe po jap karton të dy. Ishin të dy lojtarë. Se po ti ishte një rast zë jepi. Po patjetër. Pra, ndonjëherë arbitri dhe duhet të rrezikojë për të shpëtuar ndeshjen, ëh. Kështu që jemi korrekt. Të thanë gjë atëherë ata që kishte mbi ty. Ato patjetër. Të thanë për mirë apo për keq? Për keq, patjetër për keq, sepse ajo është anë teknike. Kjo që ka ndodhur duhet të ndëshkohen. Por e mbajta unë, u dënova unë dhe... Dënove? Po, dënimet nuk bëjnë asnjë publike. Po ndeja dyja fushim, nuk është se është... prit. Kemi 10 pyetje të vetë mua tani. Po jepi apo pse mos Po kam çka gazetar vetëm. Çfarë ndodh me to arbitrat? Dënohen, po nuk bëhen publike, se tani kemi dëgjuar që gaboj, po çfarë ndodh? Po patjetër. Merren gjoba, dënohen që mos për 2 javë si funksionon. Shikoj, edhe po dënove për 2 javë ti ikin ca lekë. Po, dy ndeshje. Dënimet nuk bëhen publike, patjetër. Shikoj, ka dhe rëndësia e gabimit. Që, domethënë, sa gabimi i rënd është apo sa nuk është. Në kohën tonë ishte pavar, ishte gabimi shumë i rënd. Po. Sido që ishte. Kështu që ka pezullime, ka dënime, por nuk bëhen publike. Siç janë ato deklaratat mbas ndeshjes, flet trajneri, flet lojtari. Pse mos kemi edhe arbitrin klasë mbas ndeshjes? Po çfarë, ne s'po ja dalim dot me trajnerët e lojtarëve. Imagjino. Do vetë deklarata. Ora, ajo duhet. Aty po zihem unë me njerëzit, imagjino arbitrat. Është bukur. Ore, po për juve është e bukur. Do të flaset na i rregulloj këtë gjë. Për juve është e bukur se krijoni lajm, po jo të bëni. Po problemi është që ai arbitri do arbitroj prapë javës tjetër. Kladi është edhe nga roli gazetari që ka bërë vetë, edhe nga roli arbitrit, prandaj disa duhet. Po arbitroj prapë javës tjetër, kështu që ka prapë vendimarrje, është pak e vështirë kjo. U bën në Spanjë katastrofë. De Cero ai de Burgos filloi të çante në intervistë. Jo, më ka shpëtuar më kjo. Po është problemi jot. Ishte një episod shumë që kishin shumë presion arbitrat atje dhe ishin detyruar të dilnin në konferencë. I bëri një pyetje të vështirë gazetari, tha, "Ore, edhe ne kemi familje, tha, kemi maman, baban, kemi gratë, kemi fëmijë, tha, dhe shumë e vështirë në këtë presion që po na vini. Për një njeri familjar, unë nëna, babai, nusja, unë edhe sot nuk e zë gjumë minusën, nga i presioni që kam unë. Domethënë, kështu që është forcë e madhe, familja, ose ka qenë për mua, familja ashtu dhe arbitrat. Sa njerë kam arritur, kam thënë në një emision, po prito se
bjeri këtyre arbitrave, po këta kanë familje apo s'kanë? Po okay, do gabojnë. Po jo deri gjithsesi është e kemi marrë parasysh të punë dhe me të mira dhe të këqija të veta. Arbitrat duke sikur mbyllin veshët nga stadiumi që fshan familjen, motrën, pra prekin ato pjesët. A ndikon vërtet tek loja e pjesa kur kthehet gjithë stadiumi kundër në këtë lloj forme kanë fjalë? Po presion është, një farë presioni është. Nuk një farë presioni është, por nuk besoj që se kur vjen nga tifozët është tjetër, kur vjen nga lojtarët, pastaj aty ndikosh drejt. Pra tifozët në farë forme ja kupton. Kemi pas një shprehje ne, se tani ky brezi tani nuk e besoj që e përdor më burri, po veshi pantallonat e shkurtra është i sharë, kështu që pa çe aty. Ka tamam pëlqej kjo shprehje, nuk e dishëm. Jo, ka qenë më përpara kjo në kohën e xhaxhit. Përmendë çfarë që ndeshje të rëndësishme. Përmendë që më herët që ka dhe pagesa të mira. Pagesa varion mbas të ndeshjes të rëndësisë apo është standarde për gjitha? Pagesat për arbitrat janë zyrtare, janë publike. Pra një arbitër merr diku te 52.000 lek për ndeshje, arbitër kryesor. Të reja apo të vjetra? Ashtu shkruhet e leku. Sa bukura. Dhe asistenti sa gjysmë arbitrit, i katërt sa gjysmë asistentit dhe vari është 20.000 lek, kështu që janë publike këto. Ku mund të aplikojnë për të bërë arbitër? Akademia @fshf.al. Bukur fort. Gjyqtari e di me një kur ka gabuar. Po jo. Ka ndjesi, jo e di. Po ka ndjesi. Po ka raste që nuk e ke dhënë një penalti, po e ke ndjesin që mund të jetë penalti. Ktu tash ka dy çështje, me var, pa var. Pra se ne kemi pas pa var të ndjesi. Po. Të vjepej është penalti dhe duhet. Tani është vari, po ke ka bërë thret vari. Nuk e kem atë stresin e madh. Po. Tani kjo është edhe kjo e ka vrarë pak lojën, mendoj unë. Ose jo lojën, personalitetin e arbitrit. Që edhe po se thash unë do duket sikur nuk është më ai kapadaiu në fush, po themi, që vendoste që. Po arbitri është arbitër, duhet marrë vendim. Më pëlqen. Arbitri i katërt nuk ka rëndësi të madhe në lojë. E vërtet që arbitri i katërt nuk ka rëndësi të madhe. Duket sikur është një figurë që nuk përdoret. Nuk e mbaj mend vitin kur na erdhi një instruktor i UEFA-s dhe tha, "Ore, nuk kam arbitrat katër turistë tani. Pra që do vesh, do marrësh atë paketë. Tani arbitri i katërt ka për detyrë bankinat. Detyrë shumë kryesore është mënyra e komunikimit me stafet. Sepse duhet dini që stafet, trajnerët kanë presion të jashtëzakonshëm për pjesën taktike, për pjesën e lojtarëve. Tani do duroj edhe arbitrin që do të ulu atje. Pra, duhet një mënyrë komunikimi shumë është e vështirë kjo pjesë. Duhet japi informacion për çdo gjë që shikon tek zona e vet. Dhe një vendimarrje shumë të rëndësishme mund ta marrë arbitri i katërt. Pra arbitri i katërt është diku edhe arbitri kryesor, te zona e vet. Kështu që po se kam inat tani që çdo gjë vari, po ora arbitri. Më pëlqen. Më pëlqen. Kështu që është shumë i rëndësishëm dhe arbitri i katërt, dhe po doni ju them në një ndeshje që ka ndodhur. E ka pas vendimarrje arbitri i katërt. Tu në Shqipëri te ne. E kam thënë në RTS që është gabim. Elbasani Dinamo. Kartoni kuq. Xhaja ishte midis Xhajës dhe arbitrit katërt Yzeir mos gaboj. Dhe varit. Pra ishin tre komponentë. Kështu që ai ishte kartoni kuq, u dha kartoni verdh. Ndryja me takte. Po ka qenë afër. Përgjithësia i bie dyve, se nuk dua të marr shembull me tuaj për sa jemi vetë këtu. Po, ajo ka qenë. Ka qenë afër bankim. Por ka dhe gjë tjetër që kanë kënde të ndryshme shikimi. Asistenti ka kënd tjetër, kryesori ka kënd tjetër, i katërt ka kënd tjetër. Kështu që është dhe kjo për njerëzit. Po, patjetër. Si se pa ky këto. Po edhe nuk e shkon, është atje nuk e shkon dot. Kështu që a ka ego në komunikimin kryesor VAR? Shumë e bukur. Besoj, po. Po patjetër që ka. Nuk duhet të ketë. Nuk duhet të ketë, por e di pse nuk duhet të ketë. Sepse je për një qëllim. Je për të dhënë drejtësi për dy ekipet. Pastaj pjesa jote është e fundit. Pra ti ke drejtësi për dy ekipet. Do të japësh vendimarrjet e drejta dhe pastaj egua ku qëndron egua. Tashi unë jam në vrapim e sipër. Jam i nxehur, jam me ritmin e ndeshjes, se ky ka qenë diskutim shumë i madh në fillim. Që arbitri është në adrenalinë e sipër, merr vendime me lojtarët dhe pastaj tak të ndryjë varin pas 1 minutë ndaloj lojën ke penalti. Aty pastaj është ndërkohë që ti je në fushë me ritmin e lojtarëve, brenda ndeshjes. Por janë lojtarët, nuk të kundërshton asnjëri, se e duan atë. Po vërtet është fakt. Por fakti pastaj që mund të ketë një shkelje, fakti se nuk e çfarë bën, po ka shkelje të dukshme, ti nuk e di se sa shumë është shkelja.
Duhet të ndryj patjetër vari, kështu që Cili është justifikimi më i përdorur pas një arbitër gabon? Ka një justifikim që përdor më shpesh për të vetë nga situata. Pa jam se tash arbitrat janë profesionistë, ai dinë ato kur gabojnë, kur s'gabojnë, vetëm këto raste të gri, që pastaj ka diskutime të mëdha, fillojnë diskutimin nga ana teknike, nga ana e kritereve, deri pastaj që ore po unë jam më fush ti nuk je më fush. Po unë jam aty. Ja lën kësaj pjesës së fushës. Më shpjego diçka nga ana teknike. Dua të di për këto vijat e varit. Vijat në Shqipëri apo vijat jashtë? Si shtrohen. Ja, shi pyeta negativi, vijat në Shqipëri apo vijat jashtë? E kemi negativ. Kur hiqet vija në këtë lloj forme. Urdhëro, e shikon apo jo? Atëre, unë nuk e di sepse nuk e di çfarë do ndodhë në të ardhmen, por tani nuk bëhen dot publike këto. Unë i kam parë vetë sepse kam bërë vetë kursin e sistemit VAR dhe arbitri i sistemit VAR vetëm selekton 2 lojtarë. Mbrojtjen e parafundit dhe sulmuesin. Dhe ta nxjerr inteligjenca artificiale. E nxjerr automatikisht kompjuteri. Pa nuk ka mundësi për dallavere me lut më këtë. Tani, nëse po them kompjuteri ta nxjerr 10 cm offside. Ktu është një rregull i pashkruar që arbitri duhet të bëjë një double check për të qenë korrekt. Ore, nuk çmendet kompjuteri, po u çmend, po themi. Që nuk ndodh asnjëherë dhe i bënte një double check. Dhe aty pastaj fillon ai problemi me vijat. Pse është problemi me vijat? Sepse ndonjëherë vijat dalin mbi njëra tjetrën. Po. Dhe se për shkak të trashësisë apo për shkak të imazhit. Atje te sistemi VAR ata e bëjnë dhe me zoom dhe dallohet, është apo s'është. Dhe kjo pjesë un jam 1.000.000% i bindur që offside-i nuk ka asnjëherë gabim. Çdo gjë tjetër mund të jetë gabim, sepse nuk është njeriu që e bën kompjuteri. Ka dhe diçka shpjegim teknik që sepse ndodh nëpër disa stadiume që duket sikur është vija shtrëmbë. Bravo. Po jo vetëm te ne, dhe jashtë. Po. Dhe çfarë ndodh? Sistemi e merr automatikisht nga vija paralele e vijës fundore. Dhe po ta shikosh, në të njëjtën është vija fundore kështu, është vija e offside-it kështu. Po. Pra, e nxjerr sistemi, nuk e bën njeriu vijë, nuk e vizaton njeriu. Kështu që kjo është pjesa teknike e pozicionit jashtë loje. Prezidenta vijat në Shqipëri thaj. Ti je i pari që ja ku për vijat atë mos më thuaj më kohë. Jo, s'është i pari. Na ka bërë Ylli Aka në studio që megjithatë këtë pjesë e kam shumë e them me përgjegjësi të plotë sepse e kam të parë dhe të provuar vetë. Bukur. Kështu që besoj që nga ky episod ne dim pak më shumë nga arbitrimi. Tani ndoshta është koha që ne shkojmë dhe ta provojmë vetë nga afër. Ta provojmë nga afër? Je dakord ti? Ma të rogë vëllaj? Të gjithë njerëzit duhet të gjykojnë një ndeshje, të paktën dhe atje të 5x5 ku luajnë që të provojnë adrenalinën dhe ta provojnë njërë veten, atje se është apo s'është penalti, se nga shkallët e stadiumit flet kollajur. Po, duke ngrënë fara. Në mënyrë vlonjaqe kjo shpreha do ishte ndryshe, provoj njërë aty në fush, pastaj. Atë e theti se unë tash këtu dal Kladi, të falenderoj. Ishte kënaqësi. Bisedë shumë e këndshme. Andale!